Burri nga Kosova thirr gruan e tij në Gjermani. Detaje tronditse rreth rastit. Një rast i rënd kishte ndodhur para disa ditëve në Münih të Gjermanisë, ku 33 vjeçari Samson K. nga Kosova e kishte thirrur me thik bashkëshortën e tij, 33 vjeçare Sabrina K. në sy të fëmijët të tyre. E që së fundmi, Bildi Gjerman ka sjellur detaje të reja rreth këtij rasti tronditës. Sipas raportimit të medias prestigjioze gjermane, arsyeja e aktit të tmerrshëm ka mundur të jetë divorci mes çiftit. Sipas asaj që e raporton Bild, çifti kishin pasur një seancë dëgjimore në gjykatën e qarkut të Mynihut për divorc 2 ditë pas ngjarjes. 2 ditë para divorcit, Samsoni e kishte goditur gruan e tij Sabrinën disa herë me thik përpara djalit të tyre. Tutje, siç ka rrëfyer një komshi i çiftit, ata kishin pasur probleme të kahmotshme martesore dhe janë fjalosur vazhdimisht. Përveç të tjerash, ajo kishte pasur edhe një urdhër mbrojtje të lëshuar nga autoritetet gjermane. Por si kishte ndodhur ngjarja atë ditë? Sabrina e kishte marrur vajzën nga kopshti dhe djalin nga shkolla, dhe kur ajo ishte në afërsi të shtëpisë, bashkëshorti i saj e kishte thirrur me thik disa herë. Sabrina ishte dërguar në spital në gjendje të rëndë, ndërsa gjendja e saj tani është stabile. Pas sulmit, Samson K. kishte qëndruar pranë viktimës derisa është arrestuar nga policia, ndërsa fëmijët e çiftit janë marrë në kujdes nga autoritetet. Një rast tjetër që kishte ndodhur ishte ai i 17 janar 2024, dyshohet se Samsoni e kishte qelluar Sabrinën me shuplak dhe e kishte tërhequr për flakësh. Në janar të 2024, Samsoni nuk i lejohej t'i afrohej më shumë se 100 metra apartamentit të gruas së tij, madje kishte të ndaluar të kontaktonte me të edhe në telefon. Por ky vendim ishte i kufizuar deri më 19 korrik të 2024-s. Por këto ndalesa Samsoni nuk i kishte respektuar, madje thuhet se të paktën 4 herë ai ka shkelur ato. Me 1 shkurt 2024, ai priti te dera e përparme e apartamentit të saj dhe foli me fëmijët e tyre, ku oficerët e policisë e larguan të dyshuarin. 4 ditë më vonë, ai po qëndronte përsëri te dera e saj e përparme, duke i rënë zilës, ndërsa me 23 shkurt, ai u përpoq disa herë të kontaktonte Sabrinën me telefon, e që një ditë më vonë, Samsoni qëndroi prap tek dera e përparme duke i rënë zilës. Çifti në fjalë kanë së bashku 2 fëmijë, njëri 4 vjeç dhe tjetri 8 vjeç.